Të nderuar qytetarë të qarkut Shkodër, ne kemi zgjedhur modelin e punës për kushtimit dhe rezultateve konkrete për çdo banor, në çdo lagje dhe fshat të këtij qarkut. Me mbështetjen tuaj, ne do ta çojmë Shkodër më tej, deri në të ardhmen më të mirë dhe më dinjitoze për të gjithë. Investimet në infrastrukturën rurale nuk janë me premtime boshe, por një realitet i prekshëm. Mbi 25 kilometra rrugë të ndërtuara dhe në proces pune në njësitë administrative, Rrethina, Gurizi, Ana e Malit, Dajq, Velipoj, Postrip, Bërdic, po u japin komuniteteve akses më të lehtë, kushte më të mira jetese dhe në lidhje më të shpejtë me qendrën e qytetit. Kilometra rrugësh rurale janë mirëmbajtur nga ndërmarrja e shërbimeve publike, për të siguruar që edhe infrastruktura ekzistuese të jetë funksionale dhe në shërbim të qytetarëve. Këto investime nuk janë vetëm shifra në letër, ato përkthehen në barazi territoriale dhe mundësi për çdo familje në çdo cep të qarkut. Për ne, çdo qytetar kudo që jeton ka të drejtë për infrastrukturë moderne dhe shërbim cilësor. Po ashtu, në punë janë dy projekte mëdha, rruga Pjetrushi dhe rruga e Golemit, përfshirë ndërhyrjen e kanalizime dhe asfaltim të një sipërfaqe rreth 6.000 metra katror. Në total, vlera e investimit me financim të qeverisë shqiptare dhe Bashkisë Shkodër për zonat rurale ka lënë vlerën mbi 6 milion euro, një tregues i qartë për një zhvillim të barabartë, të qëndrueshëm dhe gjithëpërfshirës. Në Shkodër kemi nisur një transformim të madh. Nuk ka më kohë për të humbur me ankesa boshe dhe konflikte pa vlerë. Ta bëjmë bashkë hapin tjetër. Me 11 maj, të votojmë numrin 5, Partinë Socialiste për Shkodrën dhe Shqipërinë Europiane.